Jetë keq që emri vetë tash është emri më i përfolur në Kosovë për të keq, po shihet si një bllokuese. Emri i saj po shihet si bllokuese e Kosovës, kurse në fakt është lëvizja vetëvendosje që po e përdor personalitetin e saj, emrin e saj për ta bërë. Po faji qëndron edhe te ajo pse nuk e tërheq emrin e vet. A ka që pafuqishme është? Mendon që edhe ajo ka fuqi ta tërheq emrin e saj? Po, shikoni, se cili njeri e ka fuqi në duart e veta, çdo fuqi ka një kosto, në këtë rast ndoshta do të ishte një kosto për ta që s'do të merrte ndonjë post ose diçka, po më mirë është me dinjitet, me tërheq emrin tonë, se sa krejt Kosova me diskutu. Mirë, e kemi Timi Kadriaj, deputetën e Kuvendit të Kosovës nga radhët e AK-s. Mirëmëngjes, zonja Kadriaj, faleminderit që je së bashku me ne. Mirëmëngjesi. Atëherë besoj që jeni të gatshëm që sot i të bashkoheni seancës së 15 me radhë për tentimin e konstituimit të Kuvendit, veç se kësaj radhe më ndryshe, sepse gjatë ditës së djeshme ju jeni drejtuar kushtetutës lidhur me konstituimin e Kuvendit. Na trego rreth këtij procesi. Ne e keni pa ka qenë mediatike, bile kopjet e kërkesës kemi bërë publike edhe për media, po sepse sot është hera 15 që votohet për kryeparlamentar dhe që kanë dështuar 14 raste. Arsyeja që pse ne ju kemi drejtuar gjykatës kushtetuese ka qenë se në mes të votimit është ndryshuar forma e votimit prej votimit të hapur në votim të mbyllur, gjë që ne kemi kundërshtuar sepse është antikushtetuese që në mes të votimit të ndryshohet forma e votimit dhe e dini që ne paraprakisht kemi marrë pjesë në votim, kemi votuar kundër, ndërsa tash nuk e votojmë komisionin që përkërkohet të formohet për numërimin e votave. Juve ju është bashkuar, pra partisë tuaj, AK-s është bashkuar dhe PDK dhe LDK, apo jo, në këtë nismë? Po, ka pas, se me dhe të nënshkrime, mundem me u drejtu për këtë çështje gjykatës kushtetuese, kemi pas nënshkrimet edhe nga deputet të Lidhjes Demokratike, edhe nga Partia Demokratike, dhe e kemi procesuar. Nën kupton që jeni së bashku në këtë proces, sepse ka shumë zëra që vullneti i lëvizjes vetëvendosje është i përqaj pak a shumë opozitën. Është i? Ta përqaj ish opozitën në këtë rast, PDK, LDK, AK dhe parti tjera. Jo, absolut nuk. Ka qenë një qëndrim, e njëherë kemi marrë nënshkrimet, kemi mujtë me marrë dhe ma shumë nënshkrimet, po me qenë se ka qenë mjaftueshëm 10 nënshkrime, na me 19 nënshkrime e kemi proceduar. Nuk është e vërtetë që është përqa opozita në këto qëndrime dhe këto i kemi pas nënshkrimet të dy subjekteve politike dhe nuk ka ndonjë përqarje. Çfarë presni tutje nga gjykata kushtetuese? Ne kemi kërkuar që kjo çështje të adresohet pak me prioritet, për shkak se ne po mendojmë se çdo 48 orë që mbahen seanca plenare, e që konsiderojmë që janë seanca antikushtetuese, damtohet rënd edhe imazhi i Kosovës, edhe imazhi i Kuvendit të Kosovës, dhe sa më shpejt që të reagon gjykata kushtetuese është më mirë. Ne e kuptojmë se në ato se çka po thirrën lëvizja vetëvendosje në një akt gjykim të gjykatës kushtetuese, e kuptojmë që i takon partisë së parë ta propozojë kandidatin, po i takon përsëri partisë së parë të sigurojë votat për kalimin e kandidatit për kryeparlamentar. Në asnjë formë dhe në asnjë mënyrë nuk e ka obligim subjektet e tjera politike ta votojnë kryeparlamentarin, përpoq nëse ndonjë parti ka marrëveshje politike, ka ndonjë koalicion dhe që i sigurojnë votat edhe për kalimin e kryeparlamentarit, po edhe për formimin e qeverisë. Mirë, për mos ju mbajtur më gjatë, sepse vetëm pas pak ju pret seanca, krejt në fund, me datën 15 është presidentja e vendit Vjosa Osmani që ka ftuar në takim liderët e partive politike dhe është konfirmuar që edhe kreu i AK-s do të jetë në këtë takim. Si e shihni ftesën e presidentës së vendit? Sigurisht që është dashur të reagojë edhe presidentja pas kësaj maratone edhe pas këtij cirku që po ndodh në Kuvendin e Kosovës, është mirë që po reagon në këtë formë dhe normal që e kemi pranuar ftesën dhe do të marrim pjesë në takimin e tillë nga presidentja, shohim se si do të rrjedh takimi edhe çfarë do të bisedohet dhe a do të ketë ndonjë rezultat. Zonja Kadriaj, të faleminderit shumë që ke ndarë pak nga koha juaj për të na njoftuar neve dhe shikuesit e Klan Kosovës për
detajet e fundit lidhur me këtë çështje. Faleminderit edhe për juve, kënaqësi. Faleminderit. Konstituojmë sukses shumë. Mirë, po vazhdojmë bisedën në studio, pam se çfarë deklaroi dhe zonja Kadria Time Kadria, deputete e AK-s, si e komenton ju Ardian dhe zonja Shkodra? Po, iniciativë shumë e mirë, të pas parasysh që opozita duhet të tregoj vetët, duhet të bëj veprime përveç retorikës ose përveç fjalëve. Ne kemi parasysh gjuhën dhe mënyrën e veprimit zotit Kurti dhe një gjuhë e veprim të tillë duhet luftuar me të njëjtat masa, kështu që besoj që partitë ish opozitare ose këto partitë që PDK, LDK, AK duhet patjetër të përdorin gjitha format demokratike në mënyrë që të nxjerrin në pa lëvizjen vetëvendosje. Në anën tjetër e kemi një lëvizje vetëvendosje e cila nuk po lëshon me emrin Albulena Haxhiut, se kuptoj se si një femër e lejon veten të degradohet deri në këtë pikë. Por person se ndoshta do degradoj njësoj edhe një burr. Po, ke të drejtë, më falni, por në anën tjetër bashkë komendu me veten, ku mbo një farë analize, kanë me vetëvendosja në rast se e tërheqin Albulena Haxhiun, Agim Batirin, Dim Albashën, Donika Gërvallën, Fitore Pacollin, Mimoza Kusarin, vërtet poshtë Karo Katuni. Sinqerisht, kjo është thjesht është problem shtetëror, sepse këto figura janë figurat kyçe të politikë bërjes së Kosovës dhe kredibiliteti i tyre është shumë i ulët në mënyrë që të kenë pozita udhëhese. Prandaj besoj dhe shpresoj që ne si popull të reflektojmë e padyshim edhe ata të cilët garojnë për vende pozita udhëhese, sepse nuk është vetëm privilegj, por është edhe përgjegjësi ta matë secili veten, kush ka qenë, kush është edhe çka mundet me bëu për vendin. Unë deshta të kthehem te kjo iniciativa që është ndërmarrë nga AK dhe unë kam një kritik, ndonë se i mbeta bosh, ndoshta do duhet ja parashtronim deputetës, por ja e pash që më duket ishte pak më e shkurt koha. Nuk desha ta mundoj për shkak se ajo pas 20 minuta e kisha parasysh prandaj edhe nuk ndërhyra, sepse pyetja ime, po megjithatë është një pyetje publike dhe ata mund të përgjigjen pas seancës me ato konferencat që i mbajnë. Pse kur është bërë kërkesa, nuk është adresuar problemi, gjeneza e problemit. Dëgjoni, ky komisioni të cilin po kërkohet fshehtë të votohet, ky është derivati problemit, ku është problemi kryesor. Do të thotë ky komision është bërë në mënyrë që të fitohet kohë dhe tani nuk po përmendet emri dhe të gjithë janë kthyer te komisioni. Por gjeneza e problemit është partia që dele para, sa herë ka të drejtë ta nominoj, ta propozoj një kandidat, sa herë mund të dështoj. Pra, pritjet e mia... Problemi është më i madh se sa kërkesa që kanë bërë, po thua me fjalë të tjera? Po, pritjet e mia kanë qenë që do të adresohet problemi kryesor, burimi i problemit, sepse tani çka, gjykata kushtetuese mund të thotë ja ky komision, okej, nuk është në rregull, por ne do të kthehemi përsëri te propozime. Apo bie në grosk të lojës të lëvizjes vetëvendosje për të fituar kohë edhe parti të tjera? Dëgjoni, tani shumica po e komentojnë ashtu pse nuk po ja votojnë, por edhe në bie fjala nëse po arrin ata ta drejtojnë ande ka po dojnë, sikurse në këtë rast që AK dhe partit të tjera janë duke kërkuar nga gjykata kushtetuese për votim të fshehtë dhe jo për problemin kryesor. Dëgjoni, mund edhe të lexohet, sepse ka shumë komente, ka mendime të ndryshme, thonë pse ish opozita nuk ja voton një kandidate, po nuk bëhet shteti kështu. Ne nuk mund të lëshojmë pe këtu pak, aty pak, sepse përfundojmë, në fund në një shtet jo serioze, mund të përfundojmë edhe një anarki, sepse edhe deputeti Albin Kurti nuk po i përgjigjet as prokurorisë, kjo është edhe një shembull tjetër i keq. Prandaj unë mendoj që është bërë një gabim, sepse është dashur të adresohet problemi kryesor. Në këtë kërkesë të jetë edhe një kërkesë, hapi i parë që e ka penguar dhe që ka komisioni për votim të fshehtë është derivati i problemit kryesor. Prandaj ka menduar që në kërkesën e tyre do të adresojnë problemin kryesor. Por zonja Shkodra, e kemi një verdikt ose një të gjykatës kushtetuese, cila tregon kjo që ne nuk japim përgjigje për pyetjet e juaja kujt i teket, por vetëm për veprimet. Dhe në këtë rast, Aleanca për Ardhërinë e Kosovës ka marrë një iniciativë të mirë, duke pas parasysh që veprimi vetëm i cili ka ndodhur është ky. Të shtoj edhe diçka. Pra zotri Dehari që po insiston me bëu këtë punën e votimit të mëshirshëm të komisionit. Prandaj këta mund t'i adresojnë vetëm veprimin, sepse vetë gjykata kushtetuese ka prandaj po dua të kthehem. Sa herë ka dështuar
Albulena Haxhiu të marrë votat 57, 54, ato janë një lloj veprimi, vendimi në vete. Dhe me gjithat, po edhe sikur mos të konsideroheshin të tilla, dëgjoni, nuk po flasim për një situatë normale, ne po flasim për një gjendje pothuajse të jashtëzakonshme të shtetit. Ne kemi, do të thotë, një qeveri në detyrë me kompetencat e limituara. Ne kemi probleme tash të brendshme dhe edhe më tutje do t'i ndjejmë. Ne kemi në politikën e jashtme pothuajse komplet të izoluar jemi. Prandaj gjykata kushtetuese dhe institucionet, përkundër faktit që mund të jetë në rregull, në raste specifike do të veprojnë me masa specifike. Mirë, sepse kemi një zhvillim të ri, kur të është drejtuar në kuvendin e Kosovës, është pyetur nga gazetarë se a do të shkojë me datën 15 në takim me presidentën Vjosa Osmani, ai është përgjigjur çfarë ka thënë diçeni. Kryeministra, keni me shku në takim të presidentja Osmani? Kryeministra, mund të kemi një përgjigje për këtë çështje? Si zakonisht i heshtur. Kjo është, do të thotë, për mua, po aq skandaloze, po aq zhgënjyse, si është e mundur një kryeministër deputet, se s'po di modhe si më ju drejtu, i cili paguhet nga taksat e mia, tua e të gjithë neve, ka guximin të mos na tregoj, të na jap llogari si është situata. Ai e ka situatën në dorë, ai është partia e parë. Pse s'po na tregon? Po kjo është sepse në një farë mënyrë po na injoron të gjithëve, jo vetëm gazetarët, po sepse përmes gazetarëve dhe ne informohemi publiku. Kjo është detyra e gazetarëve ta informojnë publikun. Po na injoron, jo vetëm neve do të gjithë, po injoron edhe ata 42% që e kanë votuar, edhe ata le ta dinë veten, le ta ndjej veten të injonuar, nuk kanë injoruar, nuk kanë kurfar informacioni. E ka për detyrë të na tregoj si po e sheh ai zgjidhjen e kësaj situate, si është e mundur me kaq lehtësi dhe të thotë të esë me kaq disponim kështu neutral, të esë dhe të mos fol as edhe një fjalë të vetme për situatën. Po, kjo vërtet është sinqerisht shumë e dhimbshme për shtetin, për vendin ku po jetojmë, me pas një kryeministër në detyrë, një ish kryeministër i cili shteti po varet prej tij, dhe ashtu dëshiron ai faktikisht që shteti të varet prej tij dhe fatkeqësisht na ka qelluar një person i cili po e lën shtetin varur ose në një status quo, në një situatë e cila është pa dritë, po shihet se si ka me u dal nga ky problem. Zotri Kurti në vend që të deklaronte, por kështu sikur mos deklarimin e tij, kështu e ka edhe veprimin. Do me thonë ky gjithë këtë periudhë është duke shtyr vetëm në heshtje, në mënyrë që të krijohet kaosi, sepse e din që kur ky është i vedishëm që kur durimi humbet, krijohet situata kaotike. Dhe ky njeri vetëm në situatat kaotike mbieton të del triumfues. Por neve nuk kemi nevojë për kaos, ne kemi nevojë për paqe, për zhvillim, ne kemi nevojë për zgjidhje të problemeve. Pikërisht, dhe kemi nevojë së paku për një fjalë të kryeministrit, ose të kryeministrit në detyrë, të na sqarojë se si e sheh të ardhmen e këtij vendi, si e sheh konstituimin e kuvendit. Po unë deshta të shtoj edhe diçka që ka mua po ma mundon, do të thotë që këto 15 herë për shembull, deri në fillim okej, thosha ndoshta edhe zgjidhet, por këtu kemi dy persona që janë bashkëkryesues të seancës. Zotri Dehari, më i moshuari, dhe zonja më e rezonjusha, Sala Jashari. Dhe ti i respekton rregullat, e kuptoj, mirë po e shet që për të satën herë, Zotri Dehari nuk po e përcjell agjendën,